Himara ka marrë një pamje krejt tjetër me rastin e festave të fundvitit. Qyteti është gjalluruar ndjeshëm jo vetëm nga vëmendja e bashkisë, e cila e ka vendosur kudo dekorin zbukurues dhe festiv, por edhe nga emigrantët e ardhur për të kaluar festat e fundvitit. Atmosfera e festës ndihet kudo në Himar, ndërsa shëndetoria bregdetare është populluar në këto ditë të fundvjetorit. Himara nuk është vetëm e gjalluruar gjatë sezonit turistik, por edhe në festat e fundvitit. Për Krishtlindjet dhe Vitin e Ri, shumë himariot të cilët banojnë në jashtë të vendit apo edhe në qytete të tjera janë kthyer këtu për të kremtuar festat e fundvitit në një nga zonat më të bukura pikërisht të qarkut të Vlorës. Edhe bashkia nga ana tjetër është kujdesur për atmosferën festive, ku jo vetëm këtu, në një nga zonat qendrore të Himarës, por edhe në territore të tjera të njësive administrative, ndihet dekori festiv. Edhe kryetari i Bashkisë së Himarës Vangel Tavo, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, thekson se në këtë bashki ka mbritur një numër i konsiderueshëm imigrantëve, të cilët kanë ardhur për të kaluar festat e fundvitit pranë familjeve të tyre dhe që kanë gjalluruar jo vetëm Himarën, por edhe të gjitha njësitë administrative të kësaj bashkie. Kanë ardhur dhe janë duke ardhur, pra nga sa jam informuar, ka një numër të konsiderueshëm emigrantës që janë kthyer për të festuar festat e fundvitit, Krishtlindjet dhe Vitin e Ri në Himar. Patjetër kuptohet tani mundësitë janë shumë mëdha dhe njerëzit festa tradicionale siç është Krishtlindja për himariotët festohet tu, por ndoshta Vitin e Ri e festojnë edhe në vende të tjera, kështu që po ka vërtet një fluks të shtuar njerëzish në Himar këto ditë e fundit. Bashkia e Himarës solli shumë surpriza në lidhje me festat e fundvitit. Një prej tyre ishte nderimi i figurave të shquara, talenteve në fusha të ndryshme si dhe ekselentëve. Tavo tha se ky ishte një aktivitet i cili solli shumë emocione. Himara nuk pasqyron vetëm, duhet të tregojmë që nuk pasqyron vetëm detin, diellin, historinë, kalat, por është dhe një bashki që formon figura, njerëz, dhe historikisht Himara ka nxjerr personalitetet shquara në gjitha fushat. Për herë të parë në Himar të organizojmë një aktivitet tillë për t'i vlerësuar këto ekselencat të Himarës, duke e nisur nga fëmijët e shkollës që janë ekselent në mësime dhe duke vlerësuar pastaj edhe grupin e vajzave të volejbollit, të cilat kanë qenë kampion i Shqipërisë për të gjitha shkollat e mesme në volejboll, pastaj duke vlerësuar disa sportistë himariot, të cilët kanë lënë emër dhe kanë ngritur lart Himarën ndër vite, dhe grupet padyshim polifonike që janë pjesë e historisë dhe traditës Himarës, grupin e Himarës apo grupin e Pilurit dhe kështu me radhë. Por si ndihet një kryetar bashkie për ekselencat që ngren lart emrin e Himarës? Krenar për çdo personalitet që e ngrë dhe bën të njohur kudo në botë emrin e Himarës dhe ka himariot të tillë. Patjetër shumë krenar për gjithë nxënësit që janë ekselent, janë me të gjitha 10 në shkollë dhe që dhe ata janë e ardhmja e kësaj bashkie. Patjetër shumë krenar dhe për ulën para të gjithëve ish sportistëve apo sportistëve aktual të Himarës dhe padyshim pjesa patjetër shumë domethënëse është vlerësimi i grupeve polifonike të Himarës, të Pilurit, që kanë lënë gjurmë në gjithë historinë e Himarës si pjesë e pandar e jetës Himarës dhe himariotëve.